Jemi sot në fund të kantierit që shpresoj po mbaron së shpejti të Fakulteti Gjeologji Minierave, por që nuk është thjesht një fakultet dhe një ndërtesë, është edhe monument kulture. Si ish Ministri i Kulturës e mbaj mend sepse jam marrë me projektin e restaurimit. Kështu që vjen shumë mirë që po i afrohemi fundit. Pati një ndërhyrje e cila përforconte objektin, së rezultati i dëmtimeve të shkaktuara nga tërmeti, dhe njëkohësisht kemi dhe restaurimin e plot të gjithë ndërtesës. Veshja është me gurët ekzistues, edhe plotësim ndoshta atje ku... Atëherë këtu shifet edhe pjesa e restaurimit, pra kemi përforcuar këtu me elemente përforcues për gjithë kolonat, dhe problemi ishte që nuk duhet të rrisim trajësinë e kolonës. Kështu që është gjetur për një mënyrë përforcimi e cila nuk prek në vijat përgjithshme dhe pamjen e objektit. Edhe për të ruajtur profilin dhe originalitetin e asaj që e bën trashëgimi historike. Shumë elemente janë ruajtur siç janë, puna vazhdon. Kanë ngelur pjesa e finale tashmë e shtresave dhe rifiniturave. Ja shikohet këtu për një nga klasat. Paka shumë projekti ka kthyer, si më thënë, objektin e vjetër. Atë dhe atë, kemi një kthim në identitet. Kemi ruajtur paka shumë atë strukturën, por njëkohësisht edhe nga brenda, duke qenë monumenti kategorisë 2, nuk është se kemi bërë shumë ndryshime, por e kemi përshtatur edhe me një program të Fakultetit të Gjeologjisë Miniere. Sipas funksionalitetit të sotëm. Sipas funksionave që fakultetet ose departamentet e fakultetit do. Për sa metra katror bëhet fjalë paka shumë në gjithë ndërtesën? Jemi te 4500 metra katror, në gjithë ndërtesën. Është një, le të themi, ndërtesë e bollshme për sa i përket plotësimit nevojave të fakultetit. Kemi realizuar 100% gjithë nevojat e fakultetit, me laboratore, me klasa, me çdo element të domosdoshëm për mësimdhënie. Dua të theksoj që kjo është pjesë edhe, duke qenë se jemi po flasim për investime në arsimin e lartë, është pjesë e një serie projektesh që Ministria e Arsimit dhe Qeveria kanë marrë përsipër dhe kanë mbështetur financiarisht me qëllim që të përgjigjen nevojave të institucioneve të arsimit lartë. Siç janë Fakulteti i Arkitekturës, Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimi dhe Arkitekturës, për Universitetin Politeknik, por gjithashtu jemi në mbyllje të procesit dhe të përgatitjes projekteve për atë që quhet Kampusi Universitetit të Tiranës. Është një seri e gjatë në fakt ndërtesash. Bashkia Tiranë është në fazën finale të mbylljes së oponencave teknike për të 17 objektet, një pjesë janë ndërzuar, një pjesë janë në ndërtim, dhe duam bëhemi gati që të parashikojmë buxhetin për të filluar në mënyrë graduale, sepse bëhet fjalë për 17 objekte të shpërndara në lokacione të ndryshme në Tiranë. Është investim i madh dhe në funksion dhe të interesave dhe të prioriteteve që do përcaktoj vetë Universiteti i Tiranës. Këto dy investime në Universitetin Politeknik gati kryet dhe gjithë gama e pajisjes së fakulteteve me ambientet e përshtatshme. Ne kemi akoma shumë për të bërë, pavarësisht se në universitetet ndryshme. Po në Universitetin e Durrësit janë duke mbaruar një pjesë e investimeve, përgatitemi për masterplanin e kampusit të ri, në Universitetin e Elbasanit vijojnë, në Bujqësori gjithashtu, pra në të gjitha universitetet, por ajo që ne kemi si synim që është ndërkombëtarizimi i universiteteve, patjetër hapja qoftë universiteteve tona, po dhe një tregu, le të themi, kombëtar për universitetet huaja ndërkombëtare, është vetmja e ardhme që ne duhet parashikojmë, sepse në 2030 nuk do jetë më ky tregu ynë i vogël ku ne konsumojmë vetveten, po do jemi përballë një konkurrencë shumë më të madhe. Prandaj që ne kemi dalë përpara me kohë. Ne kemi doppio diploma, kemi doppio doktoratura, domethënë procesi ka filluar me kohë. Në Fakultetin e Gjeologjisë Minierave, me qenë se në fakt tu jemi dhe
ja vlen t'i tregojmë bashkëpunimet që po bëjmë. Edhe këtu kemi diplomat përbashkëta ose bashkëpunime me universitetet tjera ndërkombëtare? Po, ne kemi bashkëpunim me universitetet të njohura në Perëndim. Kemi një diplom dy fishe ose dubël diplom si një fet me Universitetin e Firencës. Okej. Një master shkencor në inxhinierinë e gjeomjedisit, që ka vite që funksionon dhe është mirë. Gjithashtu në fakultetin tonë, këtë vit, për shembull, neve kemi pritur 3 studentë francezë Në mobilitetet që bëjnë. në kodin e Erasmusit nga Bordoja. Gjithashtu në semestrin e dytë kemi dhe 3 spanjoll. Sa student ka gjithsej fakulteti gjeologji minierave? Fakulteti gjeologjisë aktiv do të jenë 200-300 studentë. Në të 2 ciklet. Në të 2 ciklet. Ndërkohë, kjo është një tjetër elementi kampusit, po e quaj kampus, po që është e re. Studentëve i shtohet një bibliotekë, që është kjo pjesa për që shohim këtu. Një aula e cila është nën këtë sallën dhe pjesa tjetër që është Muzeu Gjeologji Miniere. Është një muze që shoqëron. Dhe do të jetë integruar këtu dhe muzeu. Jemi këtu, kjo do të jetë do të jetë me një pjesë të hapur. Ky muze është menduar që të jetë jo vetëm muze për Fakultetin e Gjeologjisë Miniere, por e i hapur edhe për publikun.